Për Partinë Demokratike vota ka vdekur pa hyrë në kuti. I sëmur me virus gripale për shkak të së cilës mungoi edhe në SPAK për të firmosur detyrimin e paraqitjes për aferën Partizani, Sali Berisha e ka ndjekur nga shtëpia rinumrimin në Pallatin e Sportit Farie Hoti. Tashmë që për procesin që po merr kohë para, pikërisht të vetët në KQZ, thonë se po nxjerr në pa vetëm gabime njerëzore dhe jo shkelje të mëdha, Kryedemokrati ndryshon qëndrim dhe thotë se kurrë nuk ka qenë prioritet. Nuk është një kërkesë primare e Partisë Demokratike. Jo, është kërkesë e kandidatëve, kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. Pretendimet e Sali Berishës një ditë më parë u rrëzuan edhe nga hallka e fundit ankimore në Kolegjin Zgjedhor, i cili certifikoi rezultatin në 4 qarqe. Kaq mjaftoi që Kryedemokrati të shtonte kolegjin në listën e organeve të kontrolluara nga Edi Rama. E ka pas gatshëm, të përgatitur. Mos u burrë, ka qenë i përgatitur po. Mes datës 10-15 qershor, Partia Demokratike kishte premtuar që do të kishte gati raportin përfundimtar për të faktuar farsën, përfshirë edhe analizën brenda vetes, por vonesën Berisha e justifikon kështu. Vetë pak procesi është, por në tërësi është gati.